Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka marrë pjesë në prezantimin e programit të PD-s për kulturën, ku ka ngritur akuza të ashpra ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke e quajtur të papranueshëm keqtrajtimin e trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Në fjalën e tij, Berisha ka denoncuar zhvillimet e fundit në fushën e kulturës, duke përmendur përpjekjet për të shkatruar strukturat kulturore dhe të trashëgimisë. Po thuaj zgjesoj të gjitha institucionet kryesore artistike të artit, përveç Theatrit të Operës që ka shpëtuar gjërë sot. Edhe aty ka fut durët. Sot, Tirana është qytet i vetmi kryeqytet në botë pa theatr kombëtar. Në një kohë kur kishte një theatr 100 vjeçar. Në çmyrë dhe me çurrëtie ky justifikon aktin barbar të rrafshimit pas mesnatë të theatrit kombëtar. Gjuha, letërsia, filmi, që të gjitha janë në agresion të plot të nga narkodiktatori dhe narkodiktatura. Kreu i PD-s ka rikujtuar gjithashtu përpjekjet e artistëve për të mbrojtur teatrin kombëtar, duke e cilësuar shembjen e tij si një akt të pashembull që kishte për qëllim ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Ai ka theksuar se protesta e gjatë qytetare, që ishte një nga më të gjatat në historinë e Shqipërisë, tregoi angazhimin dhe përpjekjen e artistëve dhe qytetarëve për të mbrojtur një vlerë të rëndësishme të kulturës shqiptare.